Në juglindjet e Shqipërisë, në zemër të krajinës së Devollit, shtrihet Vërniku, një fshat i vogël për nga numri i banorëve, por i madh për nga pesha historike. Një vend ku çdo shtëpi, çdo mur e çdo shteg mbar gjurmët e shekujve. Do të takojmë disa njerëz aty për të parë dhe për të mësuar rreth fshatit, historisë së tij dhe çfarë përfaqëson ky fshat sot. Që nga emri është një toponim slav, bullgar, i cili është vendosur qyse në kohën e pushtimit bullgar në këto troje. Në fakt, vetë fshati në vetvete ka kuptimin ose emri i fshatit zonë me shelgjishte të shumta, pra me shumë shelgje. Por që sot sigurisht pjesa më e madhe e tyre nuk ekziston. Do të mësojmë rreth historisë së fshatit, traditave, arsimit, përjarrjes banorëve dhe çfarë ka ndodhur në luftat e ndryshme që kanë kaluar në këto territore, e për të mësuar se çfarë ndodh sot me Vërnikun. Sa banor ka, dhe çfarë jetojnë dhe kush e mbështet më së shumti këtë zonë. E mbështet qeveria shqiptare apo e mbështet qeveria bullgare, duke qenë se është një fshat i cili ka minoritet bullgar. Sot të gjithë banorët e Vërnikut janë të pajisur me pasaportë bullgare. E duket se më shumë syt i kanë tek Bullgaria se tek Shqipëria, e cila në shumë raste i ka harruar. Na ndiqni. Në lindjet e Shqipërisë, aty ku kodrat rrëshqasin butë drejt kufirit me Greqinë, ndodhet Vërniku, një fshat i heshtur sot, por me një histori të vjetër që ende merr frymë mes gurve, kishave dhe njerëzve të mbetur. Vërniku nuk është thjesht një vend banim, është një rrëfim i gjatë, një kujtesë kolektive e një komuniteti që jetoi, punoi, këndoi dhe luftoi për të mbijetuar përmes historisë. Rreth 500 vjet më parë, në periudhën më të ashpër të reprezaljeve osmane në Devoll, shumë familje u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Ata kërkuan një streh larg syrit të pushtuesit, një vend ku mund të nisnin jetën nga e para. Kështu u lindi Vërniku, një vend i zgjedhur rastësisht, por si një streh e sigurt mes kodrave dhe pyjeve ku kalimi i ushtrive ishte më i vështirë dhe ku njerëzit mund të fshiheshin për të mbrojtur. Këtu, në këtë tokë të re, ngritën shtëpitë, kultivuan tokën, hapën rrugët e para dhe krijuan komunitetin që do të mbijetonte deri sot. Në fund të viteve 1930, zonën e vizitoi studiuesi francez André Mazon, i njohur për kërkimet e tij gjuhësore dhe etnografike mbi popullsitë e Ballkanit. Mazon shkroi se këtu gjeti një komunitet të veçantë, të varfër në mjete, por të pasur në shpirt, të rregullt në zakone dhe tepër mikpritës. Ai përshkruan se banorët e pritën me veshjet e tyre popullore, me stoli dhe ngjyra që flisnin për rrënjë të thella etnografike. Në shënimet e tij, përmend gatishmërinë e tyre për të ofruar bukën e verën e shtëpisë. Për Mazonin, Vërniku ishte një kulturë e vogël, por e fuqishme me identitetin e saj. Profesor Lazo Nestori, një nga njohësit më të mirë të historisë së Vërnikut, thekson se Vërniku e vërteton lashtësinë e tij në mënyrën më të heshtur, në gurët e varreve. Shumica e tyre mbajnë mbishkrime në gjuhën bullgare, të gdhëndura para më shumë se një shekulli, provë e rrënjve të komunitetit. Më i rëndësishmi në aspektin e atyre vlerësuesve në lidhje me themelimin e fshatit është Andrea Mazon. Mazoni ka qenë një slavist francez, i cili ka ndërmarrë disa udhëtime në tërë Ballkanin, po një udhëtim i tij i parë ka qenë nga Greqia, sidomos nga Kosturi për Nohër, dhe ka qëndruar këtu në fshat, e kanë pritur njerëzit e fshatit. Në takimin e parë, midis të tjerave thotë që dolën dhe na takuan burra dhe gratë veshur me kostume popullore bullgare. Na pritën
dhe na gostitën në për shtëpitë e tyre që edhe pse të varfër ekonomikisht, ata kishin një zemër të madhe. Po citoj këtu Mazonin. Mazoni jep edhe disa detaje të tjera. A i thotë, në reprezaljen e ushtrisë turke në qytetin e Bilishtit, se Bilishti në ato vite ishte një fshat i madh, nuk ish marrë konturet e një qyteti, u detyruan duke mos duruar këto lloj reprezaljesh dhe disa familje u nisën dhe u vendosën pikërisht në një vend të sheshtë sipër fshatit, një 500 metro që nga vendi ku fshati është sot. Për dyndjen e dytë e lidh kryesisht me faktin tjetër, po me reprezaljet e ushtrisë turke, në një fshat që quhej Selce, një fshat i vogël midis Bilishtit edhe Vërnikut, ku në një sherr dasme, turqit vranë shumë persona, dhe një pjesë e tyre u detyruan që të shpërngulen nga Selca dhe të vendosen pikërisht në ky vendi këtu. Fshati ose vendbanimi u quajt Vrbnik. Vrbnik në gjuhën slave do të thotë një vend që ka shelgje ose shumë shelgjishte. A ka sot shelgjishte? Sot ka filluar, ka ca vite, atje ai vendi është pothuajse i populluar prap me shelgjishte. Është një fshat homogjen që nga viti 1945 deri në vitin 1991 Vërniku ka qenë një fshat homogjen, u krijoi shoqata për miqësi bullgaro-shqiptare, që të forcoheshin lidhjet sa më shumë me midis Bullgarisë dhe Shqipërisë. Shoqata ka një statutin e vet. Bën punë për kulturën, për këngët, për vallet, për adetet, sepse ne në Vërnik, edhe në Prespë, kudo bëheshin dasmat bëheshin të gjitha në gjuhë bullgare, ishin fshatër homogjene. Këngët, vallet të gjitha ishin. Ne që në fillim, kur lindëm më thamë majko, nuk them nën, ka të cilëve deklarohen me ndërgjegjën e tyre, që janë në ndjenjë vetëm në origjinë bullgare, por ka edhe të cilët edhe nga interesat, këtë nuk duhet të mojnë, të përjashtojnë. Vërniku tani unë edhe të parët tanë janë deklaruar bullgarë. Në varet tona ka gurë që të asaj kohe, në kryqet që janë me gurë, të gjitha në shkruajtur në gjuhën bullgare. Kështu që ka toponime bullgare, ka histori. Unë e konsideroj fshat bullgar, me popull me origjinë bullgare, se jeton në Shqipëri. Në vitin 1810, ndërsa shumë fshatrat e tjerë të zonës nuk kishin ende kushte minimale, Vërniku hapi shkollën e parë. Si fillim, aty jepte mësim një mësues, më pas me shtimin e numrit të nxënësve, u kërkua edhe një mësonjës tjetër. Të dyja mësuesit, sipas Nestorit, ishin nga Bullgaria. Vajzat dhe djemt mësonin së bashku, njërisi e madhe për kohën. Dhe nuk mbaroi këtu. Gjatë dekadave që pasuan, nga ky fshat dolën 10 mësues që u shpërndan në shkollat e Devollit, Korçës dhe deri në emigracion. Vërniku u bë një vatër e vogël arsimi, një fshat që e kuptoi shumë herët se drita vjen nga libri. Janë besimi, së dyti është shkollimi, së treti është, si mund të themin e komunikimi dhe gjuha. Pikërisht këta 4 elementë janë të veshur me atë petkun e bullgarit. Pse e them këtë? Për vetë faktin sepse këta 4 elementë lidhen me atë interesin
e qeverisë bullgare për fshatin tonë, për vendbanimin, qysh në kohrat, pra flas në shekullin ose në gjysmën e dytë shekullit 18. Shkolla shqipe u hap në mars të 1887-s. 3 vjet më vonë, në vitin 1890, qeveria bullgare hapi shkollën e parë në fshat, në gjuhë bullgare, me tekste e me radhë. Dhe mësusja e parë ka qenë nga Bullgaria. Emri i saj është Teodorka Svilenova, e cila dha mësim deri në vitin 1912. Shkolla vërtet u hap në vitin 1890, por mësimi zhvillohej në kushtet e shtëpisë, nuk ishte një shkollë të mirëfillt. Kurse në vitin 1910, prap me ndërmjetësinë e ambasadës bullgare, që ishte në Durrës a në Vlorë, nuk e mbaj më të mirë, u ndërtua shkolla e parë në fshat. Në mes të fshatit, një ndërtesë 2 katëshe, poshtë një ambient si vatër kulture, si mund ta quajmë ne. Në këtë periudhë, pasi u ndërtua shkolla, numri i nxënësve u rit. Kështu që lindi nevoja edhe për një mësuese tjetër. Atëherë u dërgua prapë nga Bullgaria një mësuese tjetër, që është Dana Shopova. Të dyja këto mësuese dhanë mësim në shkollën e fshatit, në gjuhën bullgare, deri në vitin 1912. Që nga ato vite edhe deri vonë, rreth viteve 30 të shekullit të 19, shumë kërkesa nga fshati edhe nga plejësia janë adresuar në ambasada bullgare edhe në qeveria bullgare që kërkonin hapjen dhe rihapjen e shkollës bullgare në fshat. Drejtimi kryesor në Vërnik ishin të gjithë ustallarë, sidomos marangos. Pjesa më të madhe që përbëheshin nga 67% ishin intelektual. Nga një mesatare që kemi përllogaritur në fshatin Vërnik, Vërniku mund të quhet me plotësisht, me gojen plot, një fshat intelektual, sepse nga çdo shtëpi ka 2.1, 2.2 me shkollë të lartë. Mbi 50% ishin arsimtarë, si në shkollat e qytetit Tbilisit, edhe në gjithë fshatrat e Devollit, dhe më tej edhe në Korçën, Tiranë, kudo këta jepnin mësim, ishin të integruar i gjithë Vërniku në jetën e Shqipërisë. Që nga vitet 1915-16, në fshat vinin çdo muaj gazeta bullgare. Njerëzit, burrat sidomos, ishin të abonuar në shtypin MNZ të Bullgarisë. Shkolla ka patur rreth 56 nxënës. Vajza djem? Vajza djem. Shkolla funksiononte normalisht deri në këto vite, mirë po në kohën e luftrave ballkanike, fshati kaloi në kufirin grek. Pra, dhe tendenca e grekëve ishte që të hapte një shkollë greke. Këto 2 mësueset detyrimisht u larguan në sajt atyre fakteve historike dhe në fshat u hap shkolla greke. Grekërit dërguan një mësues. Mirë po, një pjesë e banorëve nuk dëshironin që fëmijët e tyre të mësonin greqisht. Dhe në këtë periudhë kemi një dyndje tjetër të banorëve, sidomos të atyre çifteve të reja me fëmijë që ishin për të shkolluar, iknë në Bullgari, iknë në Sofje. Vërniku është një fshat tërësisht i krishterë. 4 kisha ngrieshin dikur mbi kodrat dhe lugjet, secila me historinë e vet, me ikona dhe fragmentet e traditës së lashtë. Besimi nuk ishte thjesht fe, ishte shtylla e bashkimit të njerëzve. Këtu pagëzoheshin fëmijët, martoheshin çiftet, përcilleshin të vdekurit, këndohej në festat e shenjtorëve e të tjerë. Kisha, për ta,
ishte shtëpia e dytë. Forma e vendosjes së kishave ishte lindje perëndim veri-jug, çfarë të ngjasonte me një kryq natyral që sipas legjendave mbronte fshatin. Fshati ka një kishë me emrin Shëngjerqi. Dhe kjo është kaq e vjetër, sa i vjetër është edhe vendbanimi, Mahamendja. Mirë po, gjatë rrjedhës së historisë, kisha është djegur 3 herë. Dhe në këtë formë që është sot, kisha, është ndërtuar në vitin 1915 nga qeveria bullgare, nga donacionet bullgare, plus edhe donacionet e tjera të fshatit. Sot për sot nuk mbahet mend në fshat që të ketë një të një bese tjetër, të një besimi tjetër. Pra, në veri është Paraklisi i Shën Nestorit, në jug është kisha e Shëngjergjit. Në lindje është Paraklisi tjetër që është Shënpjetri. Dhe në perëndim është Paraklisi tjetër i Shën Marisë. Pra, qofse e shikojmë gjeografikisht, është krijuar një kryq biblik, më kupton, me fjalë veri jug, lindje perëndim, nga një vend të shenjtë, dhe ky kryq biblik, sipas mitologjisë, e mbronte fshatin nga gjërat e liga, nga gjërat e këqija. Njerëzit punonin me bel, tokat e meradhë, një pllëm tokë nuk lihej pa punuar, dhe prodhohej patate shumë cilësore. Prodhohej grur, elb, tërshër. Vërniku ka nevojë për ndihmë, neve përpiqemi të punojmë, por mbi të tëra ne si shoqat kemi marrë përsipër që vërniku të njohërat për historinë. Edhe kjo njihet vetëm nëpërmjet dëshmitarëve, edhe dëshmia kryesore janë, siç thash, varet në vërnik, por edhe dokumenta, të cilat ekzistojnë në këtë detyrim. Ne kemi shumë dokumenta që vërtetojnë që atje jetonin popull bullgar. Dua të përmend një fakt real dhe të pakundërshtueshëm për banorët e këtij fshati. Dhe fakti është ky, që në të gjithë periudhën e ekzistencës të këtij vendbanimi, sidomos flasim për vitet 1945 dhe deri më sot, çdo qeveri që ka erdhur në fuqi nuk ka patur në rafshin politik asnjë tendencë për të asimiluar këtë fshat. Se fare mirë, për shembull, siç bëri Greku me këto fshatrat Matan Kufirit, që i asimiloi krejt dhe i detyroi që të largohen, politikët shqiptare, dhe kjo është për të larduar. Me fjalë, i mbajtën ekuilibrat në fushën etnike, në fushën gjuhësore. Shkolla nuk u mbyll asnjëherë. Shkolla u mbyll para 15 vjetësh, sepse ra numri i nxënësve në saj të emigracionit, dhe kjo meriton një lavdërim të jashtëzakonshëm. Vetëm në saj të këtyre politikave ekzistoi edhe vendbanimi. Dhe në saj të politikave mirëkuptuese midis Bullgarisë edhe Shqipërisë. Si shoqat morëm një iniciativë edhe në bashkëpunim dhe me ambasadën bullgare në Shqipëri, të ribotojmë librin për historinë e vërnikut, që vërteton që nga para luftës parë botërore deri në ditët e sotme, kush është vërniku, çfarë gjuhë flet, cilat janë adetet dhe njerëzit të cilën kanë milituar në luftat, si lufta e parë, lufta e dytë botërore, dhe gjatë gjithë periudhave siç ka deri më sot, që vërteton identitetin e vërnikut. Se vërniku ka edhe identitet, ka edhe histori. Vërniku njihet për shtëpitë dykatëshe, me gur ndërtuar nga ustallarët e zonës. Çdo shtëpi kishte pulsin e vet, çdo familje tokën e vet, dhe strukturat urbanistike ishin të rregulluara që në fillim. Një rrallësi për fshatrat e thellë.
Sot vetëm 30 shtëpi janë ende të banuara, por gurët e tyre mbajnë gjurmët e jetës. Shkallët e lëmuara nga vitet, harqet e punuara me kujdes, qatit me rasa guri që sfidojnë kohën, shumë porta janë të kyçura, por jo të braktisura tërësisht. Në toka jetë, në verë, kohë kur emigrantët kthehen me fëmijët e tyre dhe qëndrojnë aty. Shtëpitë marrin zëra fëmijësh, gjallëri, të moshuarit rinohen dhe fshati ka tjetër pamje. Këtu secili në këto rrugë të kaldrëmta kujton fëmijërinë, se si vriteshin dikur, rrëzoheshin, ngriheshin, si për të thënë se ikin, por rikthehen sërish në këto rrugica me kujtime plot. Shumë interesant, në fshatin Vërnik është fakti se pothuajse të gjitha godinat, muret rrethuese dhe shtëpitë e vjetra janë të ndërtuara me gur. Të paktën sipas kryeplakut të fshatit, përgjithsisht tu njerëzit janë marrë me gur gdhëndje, marangoz, rroba qepës, por ka pasur edhe mësues. Në fakt ajo se çfarë është një plagë e hapur ashtu si në shumë fshatra të tjerë të Shqipërisë është fakti që portat janë të mbyllura. Megjithatë, kjo porta duket që është e vjetër, ashtu siç janë të vjetra edhe muret, të cilat në fakt jetojnë në një harmoni shumë interesante me njëra tjetrën. Në fakt banorët thanë se përveç faktit se këtu nuk ka më dasma apo nuk ka më lindje të reja, këtu nuk ndodhin vjedhje, hyrje në shtëpitë të tjetrit, edhe pse ato janë të mbyllura. Dhe kjo është një veti shumë interesante e vetë banorëve që kanë mbetur këtu. Më pëlqen fakti që të paktën në disa prej godinave të cilat ende banohen nga njerëz, ruhen shumë mirë pjesët e rrugicave me kaldrëm, të cilat sigurisht në mungesë të asfaltit ose të investimi tjetër, janë forma më e mirë për të mbrojtur nga balta në periudhë rreshjesh. Por, siç mund ta shikoni, shumica e shtëpive janë të ndërtuara me gur dhe balt, qatit janë rikonstruktuar dhe janë në një gjendje shumë të mirë. Është një prej atyre fshatrave që vërtet me pak investim, me pak promovim, mbi gjitha për të promovuar disi edhe pjesën e traditave që ka fshati mbi gjuhën, mbi veshjet popullore apo elemente të tjerë të cilat përbëjnë atë puzzle-in e madh të Vërnikut, sigurisht që mundet të arrihet të bëhet edhe një fshat turistik. Fundit rrugën e ka të investuar nga qeveria bullgare, atë që se ka bërë qeveria shqiptare e kanë bërë bullgarët. Shumë interesante është dhe pjesa e qendrës së dikurshme të fshatit, aty ku familjet bënin edhe dasmat kur martonin fëmijët e tyre vajza apo djem. Ajo sot është e shkretuar për faktin sepse shumica e njerëzve kanë ikur, por mbetet një nga zonat e cilat sigurisht ka të karakteristikën e vet. Këtu ka qenë dyqani kryesor i fshatit ku njerëzit furnizoheshin me ushqime. Godina ngjitur me atë që është në formë lëje, ka qenë infermeria ose qendra shëndetësore e fshatit, e cila prej vitesh tashmë është e mbyllur sepse numri i banorëve besoj nuk e plotson kriterin për të pasur një mjek të përhershëm dhe një infermier të përhershëm, i cili vjen vetëm 2 herë në javë. Por shikoni, ka disa godina të rënuara dhe çdo godinë brenda saj kishte edhe pus me një pajisje shumë interesante hekurit të vjetër, e cila bënte tërheqjen e kovës për të nxjerrë ujë, sepse në fakt fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite, fshati nuk ka një sistem të mirëfillt të furnizimit me ujë 24 orë. E sigurisht banorët i kanë humbur shpresat tek shteti shqiptar se do të investojë diçka të tillë, e dritën e Shile mbajnë gjithmonë të ndezur nga Sofia. Më pëlqeu fakti se teksa ecja në përfshat, pash që edhe sot e kësaj dite, të gjitha stallat e baktive që kanë ekzistuar vazhdojnë të jenë jashtë fshatit. Pra nuk janë përzira pothuajse fare me fshatin dhe kjo është një karakteristikë përgjithsisht e fshatrave në zonën e Devollit. Ashtu siç më pëlqeu fakti që shtëpitë të cilat janë të gjitha dykaçe, shumica e tyre janë të rikonstruktuara. Pra njerëzit pavarësisht se kanë ikur në emigracion, janë kthyer, kanë investuar në banesën e tyre, sepse realisht këtu kanë rrënjët e tyre, kanë fëmijërinë e tyre, nëpër këto rrugica të pashtruara kështu
me pak kaldrëm, ata kanë vrarë gjunjët e tyre, kanë çdo gjë nga fëmijëria, nga kujtimet me prindrit, me gjyshrit dhe me shoqërinë e tyre. Dhe sigurisht që kur kthehen në fshat, nostalgjia që pësojë sigurisht që është e madhe. Po për të mësuar diçka më tepër se çfarë ndodh realisht sot me fshatin, do të kem kryeplakun e fshatit. Përshëndetje. Si je? Mirë. Juve jeni? Pandi Endriko. Pandi Endriko. Endriko. Që nga emri kuptoj që është bullgar. Ashtu siç popullsia e këtij fshati ka qenë bullgare. S'pari njëherë, çfarë bëhet këtu në fshat sot e kësaj dite? Aktualisht nuk bëhet asnjë gjë këtu, se është mosha e tretë e gjitha. Mosha e tretë e madhe, mbi 75. Pra çdo shtëpi, diku tek 30 shtëpi që janë sot të banueshme, kanë o një çift pleq, o një plak të vetmuar ose një plak të vetmuar. I kam fëmijët e tyre jashtë Shqipërisë. Fëmijë jashtë Shqipërisë. Në emigracion. Emigracion për në Korçë, në Bilisht, të larguar me fjalë se nuk ka një të ardhme që të punojnë në të nxjerrin. Besoj që vazhdimisht dhe periodikisht ata kthehen në kohë të ndryshme, vinë vizitojnë prindërit. Patjetër çdo të dielë ata që janë këtu i vizitojnë. Pastaj në kohën e verës në Ori Gusht, fshati mbushet me fëmijë që vinë umëzhin. Fillojnë luaj. Po, 2 muaj pastaj. Që do të thotë, tu çdo natë ndizen 30 drita. Shtëpie. Po. Janë këtu brenda. Ka 30 vjet. Shoh që edhe pse ka fshati shumë i banuar prej shumë vitesh, infrastruktura e brendshme lë disi për të dëshiruar. Duket që vëmendja e pushtetit lokal nuk ka qenë ajo që duhet. As pak fare. Nuk ka investuar asnjë këtu shteti. Na ka lënë mbas dore. Kush ka investuar këtu? Këtu ka investuar vetëm shteti bullgar. Fal ndihmës që na dha që na rregulloi, asfaltoi rrugën. Fshati mori një tjetër ofë. Filluan të rregullojnë shtëpiat e migrantët, çatira, gjëra. Vetëm ai investim është, asnjë investim tjetër s'ka. Shkolla se kopësht? Asgjë. As shkolla, as kopësht, s'ka fëmijë. Ata që janë apo s'ka fare? S'ka fare. Fshati nuk ka fëmijë. Fare, asnjë fëmijë. Më i vogli është 40 vjet. Në këtë fshat. Në këtë fshat. Do të thënë pjesa tjetër atyre që lindin dhe që martohen gjithmonë kanë ikur, për kushte më të mira dhe jetesë më të mirë. Cilat janë fiset kryesore të fshatrit Vërnik? Po fise ka shumë në fakt. Po Popovski, Mikolovski, Pandovski, Filovski. Përveç se rrugës kryesore që më thej që është jetike dhe ka qenë baza që ka investuar qeveria e Bullgarisë. A ka pasur investime tjera që kanë bërë bullgarët në fshat? Jo, tash kemi një investim të bëjmë, do të rregullojmë çezmat. Edhe për mot kisha. Që kemi shpresa. Pse fshati nuk ka sistem uji? Sistem nuk ka. Nuk kemi as sistem uji, as kanalizime, ure të zeza. E problemi kryesor është ure të zeza, se janë me gropa septike. Edhe plejtë janë nga 80 vjet, edhe nuk i pastrojnë dot. Kush ja pastroj? Kush ka marrë përsipër t'i bëj? Bashkia e ka këtë projekt, po. Ardhja e demokracisë u shoqërua edhe me një emigracion masiv, si kudo në vendbanimet ose në fshatrat shqiptare. Fillimisht një pjesë e mirë dhe e madhe u mori rrugën dhe u vendos në Greqi dhe Itali. Këto ishin 2 kryeqendrat e emigracionit, kurse duhet përmendur faktin tjetër, në qoftë se emigrimi fizik i banorëve të fshatit nuk mori rrugën për në Bullgari, u hapën dyert e universiteteve bullgare. Dhe pikërisht, kjo është merita më e madhe e qeverive të këtyre kohrave, sepse e riktheu edhe një herë atë zemërgjërsinë drejt minoritetit të vetë. Dhe sot që po flasim ne, mund të ketë mbi 85 djemë dhe vajza që kanë vazhduar studimet në Bullgari dhe kanë marrë diplomat në fusha të ndryshme të dijes. Dokumentat që ekzistojnë edhe në Ministrinë e Jashtme që nga viti 1922,
ku edhe në ato dokumenta nga Ministri i Jashtme vërtet deklarohet që ekziston një minoritet bullgar në Shqipëri. Edhe kjo tani ka ardhur në rritje. Gjithmonë, duke parë si janë zhvilluar ngjarjet, Bullgaria ka qenë në krah të Shqipërisë për çdo problem. Ka qenë, është dhe do të forcohet akoma më shumë, se sot ne jemi në prag të evropianizimit, të hyrjes në integrimit në Evropë. Ne jemi shumë të kënaqur që ata merren si avokat për mbrojtjen, për integrimin sa më shpejt të Shqipërisë në Evropë. Jemi përpjekur për fondacione të ndryshme, duke u marrë vesh gjithmonë me shtetin shqiptar, si për shembull për hapjen e kurseve bullgare, për të mësuar njerëzit, për të integruar, sepse ju hapet rruga për të shkolluar në shkollat bullgare, që ne çdo vit dërgojmë rreth 20-30 vete në shkollë të lartë për shkollë të lartë në Bullgari, në universitet bullgare. Gjithashtu, tani në bazë të fondacionit Kujtesa Bullgare, me në krye doktor Vrabevski, është njohur me programin ton dhe gjithmonë në ka qëndruar afër në drejtim të zhvillimit, sidomos për integrimin në komunitetin evropian të brezit të ri, të mbështetjes së brezit të ri, duke i modernizuar shkollat me kompjutera, me gjithë tavolina për të ecur sa më mirë në drejtim të marrjes e për të ecur përpara nxënësit. Tani po punon me projekte për ndriçimin e fshatrave, të cilët ka filluar edhe janë inauguruar, domethënë në Zaroshkë, edhe në Pustece, në gjithë fshatrat e tjera. Për të humbur nuk do humbë fshati, se rikthehen. Ka humbur në kaq vite po. Rikthehen njerëzit, investojnë, bëjnë, vinë gjatë të verës, po që të ketë ndonjë të ardhme. Gjuha ruhet. Gjuha ruhet. Përgjithsisht ju këtu mirëmëngjes, Mirdita, mirëmbrëma, kur flisin thonin në bullgarisht. Gjitha bullgarisht. Jo vetëm mirëmëngjes, po ulën dy veta neve, ti t'jesh i treti do na dëgjosh. E fundit, ti mendon që më shumë vëmendje ka treguar qeveria bullgare apo shqiptare? 100% qeveria bullgare. Se është investim madhor të bësh një rrugë prej 6 kilometrësh me asfalt, edhe qeveria shqiptare të mos bëj një gjë elementare të vogël. Tani po thuajse të tëra shtëpitë janë rikonstruktuar. Pra, njerë nuk ka shtëpi në fshat me 2-3 përjashtime të vogla që nuk i kanë bërë qatit e shpive, se po ja bërë qatin dhe detyrimisht shtëpia do të qëndrojë. Dhe kanë filluar po investojnë në shtëpitë e tyre me idenë që një ditë ndoshta do të kthehen ose do të qëndrojnë përkohësisht e me radhë. I vetmi shtet që është përmendur dhe është kujdesur për banorët e këtij fshati është Sofia, është Bullgaria. Dhe këtu duhen përmendur 3 fakte. E para, dëshira për t'i pajisur me pasaporta bullgare banorët e këtij vendbanimi në mënyrë që të lëvizin lirshëm kudo nëpër Evropë, të bëhen qytetarë evropian. E dyta, hapja e dyerve të universiteteve. As që do t'i vinte radha asfaltimit të rrugës Bilisht Vërnik, gjë që e bëri qeveria bullgare. Pa asnjë lloj pompoziteti, pa asnjë lloj reklame. Ata ligjërisht kontaktuan me pushtetin vendor dhe ndërtuan rrugën përsëmbari në mënyrë që të krijohet mundësia njerëzve të lëvizin më lirshëm dhe një ditë ndoshta do të popullohet akoma më shumë vendbanimi. Dhe këto nuk janë gjëra të pakta për qeverinë bullgare, edhe për banorët e këtij vendbanimi. Hape derën, Donka, si je? Si kaluat? Mirë, Si jeni? mirë, si e ti mirë? Mirë. Donka më thanë që ke emrin. Si e ke gjatë? Kush të tha kështu? Gjatë si e ke? Ha? Gjatë si e ke emrin? Donka. Donka po mbi emrin? Qiro, Sa vite ke që jeton këtu në Vërnik? 50. 50 vjet. 50 vjetë, plot. Jeni martuar para 50 vjetësh me një djalë për Vërniku. E, po. Jeni martuar me dashuri apo me mbledhëri? Ku kishte atëherë dëshuria bre ti? Me mbledhëri. E,
shoh që shumë pak familje ka në fshat sot. Pse kështu? Ikën njerëz, ikën të rinja. Ikën për jetë më të mirë? Jashtë ikën të tëre. Ju sa fëmijë kishit? 2. Djem? Djalë çuk. I keni të dy të martuar? Të martuar me familje, njërë në Athina, njërë në Zëricë. Besoj që vinë ju vizitojnë shpesh. Po. Vjen njërë në vit, vjen. Po vinë ama. Po. Çfarë bëhet tu në fshat? Si janë marrëdhëniet tuaja të banorëve me njerëzit e tjerë të fshatit? Çfarë marrëdhënie keni? Janë marrëdhënie të mira, jeni njerëz Mirë jemi. bashkëpunues të mirë? Kur ke ardhur ti përpara 50 vitesh, që i bie ka qenë diku viti 1975. Bravo. Që ka qenë akoma sistemi komunizmit. Çfarë bëhej këtu në fshat? Punojmë. Punonin arat dhe çfarë? Punojmë në ara. Me punë, pa punë ku kishit, duhesh të ushqen të fëmijë. Tani, ju ti më thej që bëni disa lloje gatimesh, patate me mish. Bëjmë çfarë kemi në shtëpi lakro, gjera. Lakro me çfarë e bëni? Me çdo gjë. Bëni më të mirë se korçarkat? Si korçaret e me neve. E bëni më të mirë? E bën këtu vide. E bën. Vura re që këtu nuk ka qendër shëndetësore dhe shkollë. Pse? Qendra shëndetësore që të vizitoheni. Kishim përpara, ishim një fermer shumë të mirë. Kur ishim kur ardhëm këtu nuse, po nuk ishte ai me ata shkom për të lëndë për gjera, ishte i përsosur. Tani kamë? Ka, po nuk është këtu është... Vjen shumë pak. Vjen shumë pak. Po shkolla pse është mbyllur? Po s'ka fëmijë. S'ka fëmijë fare. Fshati nuk ka asnjë fëmijë. Po kështu gjëra fshati prodhoni komposto, turshira, gjëra kështu i bëni. Po nuk kishim ne ato kopshë, kemi që punojmë atje që vaditë me ata me mardalla niç. Uj ka? Ka. Unë falenderoj shumë. Shpresojmë që në atë optikën politike dhe ekonomike fshati të vazhdojë të funksionojë mbi bazën e këtij interesi dhe shpresojmë për momentin, për shembull, pika nevralgjike në fshat është uji, janë edhe kanalizimet e ujrave zeza. Që mungojnë. Gjua vazhdon të ruhet dhe komunikohet. Bile mund të themi që në aspektin gjuhësor, pa hyrë këtu në analizat morfologjike, sintaksore apo leksikore, mund të themi që e folmja e fshatit tonë është unikale në shumë këndvështrime. Ajo ngjet më afër se sa çdo popullsi tjetër slave në Shqipëri me dialektin perëndimor të Bullgarisë. Dhe janë shumë të studiuesit, siç është Evdokia Hristova, një filologe e njohur bullgare, e cila ka ndërmarrë disa studime në fushën e gjuhësisë dhe nxjerr fakte me të vërtetë bindëse për ngjashmërinë totale të gjuhës së folme me bullgarishten e vjetër. Por një nga dimensionet më të rëndësishme të mbështetjes bullgare ka qenë shëndetësia. Nga fondacionet bullgare janë sjellë në pustet dhe zonat përreth mjek të specializuar, ndër të cilët kardiolog, neurolog, oftalmolog dhe mjek të tjerë. Këta mjek kanë kryer vizita falas, duke u ardhur në ndihmë banorëve që shpesh nuk kanë mundësi të udhëtojnë. Ky program shëndetësor i nisur në Pustec tani më po shtrihet edhe në fshatrat e tjerë të minoritetit dhe shumë shpejt pritet të përfshijë edhe Vërnikun. Një tjetër iniciativë e rëndësishme është mbështetja për çiftet e reja që nuk arrin të kenë fëmijë. Me ndihmën e mjekëve specialistë dhe fondeve të posaçme, Bullgaria synon të ndihmojë në trajtimet e fertilitetit dhe procedurat mjekësore që mund t'u japin familjeve të reja mundësinë për të sjellë në jetë fëmijë. Këto mbështetje janë bërë të mundura edhe fal bashkëpunimit me shoqatën për miqësi bullgaro-shqiptare që drejtohet nga Dimitri Nikolla, i cili ka qenë një urë e fortë mes Sofjes dhe komunitetit lokal. E rëndësishme më shumë është që punon shumë në drejtim të shëndetit. Ka punuar, ka ndihmuar, se kishte njerëz të cilët nuk kishin vizituar, kishin probleme. Dhe në vizitën e parë mbaj mend këtu u vizituan rreth 220-250 veta. U kapën shumë probleme, por i drejtonin ku të shkonin të mjekoheshin dhe u mjekuan. Dhe atje ku kishin mundësi, i mjekonin dhe vetë. U bë kjo si
periodike. Çdo vit bënim nga 1 ose 2 grupe mjekësh që vinin, shikonin 2 herë në vit. Tani u krija një sistematike ku problemet shëndetësore janë të njohura dhe ndiqen vazhdimisht. Patjetër që ka edhe të reja, po edhe ato kapen në kohë. Edhe qendra shëndetësore Prespës është furnizuar me mjete për të parë më moderne për në shëndetësi. Neve dollëm edhe nga zona e Prespës, të bashkëpunojmë jo vetëm për komunitetin bulgar, por edhe komunitetin shqiptar, sepse ne bashkëjetojmë me ata gjithë. Erdhi një grup mjekësor për Duan Bebe, për problemen e çifteve të reja. Edhe në bashkëpunim edhe në Korçë me bashkinë, u bën goxha vizita, edhe ka filluar një gjë shumë e mirë në drejtim të ndihmës që sot për sot është me ndimin tim që është e nevojshme, është e domosdoshme. Sot, rrugicave të Vernikut i dëgjon më së shumti hapat e të moshuarve. Të rinjt janë larguar, shumë shtëpi janë mbyllur dhe fshati rrezikon të mbetet vetëm një kujtim në letër e gur. Por ata që jetojnë këtu ende kanë një dëshirë të madhe, të mos shuhet, të ruhet tradita, të rikthehet jeta. Verniku është një fshat i vogël, por me një zemër të madhe. Është një ur mes Shqipërisë dhe Bullgarisë dhe është një thirrje për të gjithë që historia të mos mbetet vetëm në libra, por të mbijetojë në vendin ku lindi.